Një spital në jug të Izraelit u godit nga një raket iraniane të njëjtën, teksa zyrtarët raportuan për dëme të mëdha në ndërtesë. Qendra shëndetësore Soroka është spitali kryesor në jug të Izraelit. Një zëdhënës i këtij spitali tha se ndërtesa pësoi dëme të mëdha në disa zona dhe ka persona të plagosur nga ky sulm. Autoritetet në këtë qendër shëndetësore u kërkuan qytetarëve që të mos kërkojnë trajtim mjekësor në këtë institucion. Spitali goditur ka mbi 1000 shtretër dhe ofron shërbim për pothuajse 1 milion banor në jug të Izraelit, sipas webfaqes së spitalit. Sulmi erdhi pasi Izraeli goditi reaktorin bërthamor të ujit të rënd, raportoi televizioni shtetëror iranian më 19 qershor. Sipas televizionit shtetëror iranian, nuk ka asnjë rrezik nga rrezatimi. Një gazetar i këtij televizioni gjatë një lidhje të drejtpërdrejtë nga qyteti i afërt, Kondab, tha se objekti është evakuuar dhe nuk ka dëme në zona civile që ndodhen përreth reaktorit. Uji i rënd ndihmon në ftojen e reaktorëve bërthamor, por gjithashtu prodhon si nën produkt plutoniumin, i cili potencialisht mund të përdoret për krijimin e armëve bërthamore. Kjo do t'i ofronte Iranit edhe një rrugë tjetër drejt një bombe bërthamore, përveç pasurimit të uraniumit, nëse vendi dëshiron të prodhojë armë të tilla. Mëngjesin e së njëjtës Izraeli paralajmëroi se do të godiste këtë objekt dhe u bëri thirrje banorëve që të largohen nga zona. Ushtria izraelite tha se gjatë sulmeve ajrore të së njëjtës ka shënjestruar Teheranin dhe disa zona të tjera të Iranit, pa dhënë detaje të hollësishme. Më pas tha se Irani ka nisur një valë të re sulmesh raketore ndaj Izraelit dhe u bëri thirrje njerëzve që të strehohen. Dita e 7 e sulmeve mes Izraelit dhe Iranit vjen një ditë pasi udhëheqësi suprem i Iranit refuzoi thirrjet e Shteteve të Bashkuara për t'u dorëzuar dhe paralajmëroi se çdo përfshirje ushtarake e amerikanëve do të shkaktonte dëme të pariparueshme për ta.